Besimtarët katolik të Shkodrës kanë nisur kremtimet e fesë së Zojës së Shkodrës, pajtorës së qytetit. Ceremonia nisi nga katedralja Shën Shtivni në ndërtimin e arkiprefektit Imzo Giovanni Peragjine me figurën e Zojës së Shkodrës, procesioni ndalën disa pika të qytetit ku zhvilluan dhe lutje. Padyshim që aty ku është shpresa entuziazmi i jetës, besoj që nuk ka asnjë sfidë natyrore që mund të ndalojnë vrapimin e atij që sjell një lajm ose çon një lajm të gëzueshëm. Ky procesion i përvitshëm i Zojës së Shkodrës ndërmjet se qytetit personifikon edhe ecjen e çdo të krishterënit. Jemi në ecje në këtë botë, po ashtu është edhe ecja e kishës e cila jeton për çu në çdo rrugë, në çdo rrugicë, lajmin e gëzueshëm se në Krishtin jemi gjithçka. Ai s'na braktis kurrë, prandaj udhtojmë drejt amshimit, plot shpresë, plot gëzim. Para meshës së shenjtë nuk munguan disa mesazhe nga arkiprefekti Peragjine. Ai tha se kemi nevojë për praninë e Zotit edhe në qytetin tonë, ndërkohë ndalët tek vrasja dhe dhuna në kohët e fundit në Shkodër. Jemi në viti jubilar. E viti jubilar na kujton që jemi të gjithë në rrugë, në ecje. Edhe ne sot jemi bërë shtektar. E në ecjen tonë të krishterë nuk jemi vetëm. Pikrisht e sot e dim që Zoja e bekuar në anajon në shoqëron gjithmonë. Bashkë me Maria kemi bërë një rrugë, një udhëtim në mes të qytetit. Simbolikisht Maria ka vizituar qytetin tonë. Mund të mendojmë se Maria ka hyrë edhe në shtëpitë tona, në shtëpitë tanë. Maria ka bekuar rrugët tona. E sa kemi nevojë për praninë e Zotit edhe në qytetin tonë. Në kohën e fundit ka qenë edhe teatër e dhunës, e vrasjes. Maria na ndihmon të zhndërrojmë dhunën e paqe. Maria na ndihmon të zhndërrojmë urrëtitjen në dashuri. Atëherë në këto ditë që festojmë në mënyrë të veçantë festa e Zojës së Shkodrës, do të lutim për qytetin tonë. Do të lutim se secili prej nesh bëhet instrumenti i paqes. Secili prej nesh mund të mundohet të mbjellë dashuri në rrugët e qytetit tonë e të gjithë së bashku bashkëpunojmë që të ndërtohet një shoqëri më të mirë e më të denjë për të gjithë ne. Për besimtarët katolik, kjo ngjarje është simbol i besës, qëndresës dhe lidhjes së përjetshme me Zojën dhe popullit të Shkodrës.